Pas një faze ndryshimesh në karrierën e saj, këngëtarja Gjensila Myrtezaj ka konfirmuar një bashkëpunim të ri me një shtëpi tjetër diskografike. Ajo tashmë do të menaxhohet nga Elsamet Senaj, duke paralajmëruar projekte të rëndësishme që pritet të publikohen së shpejti. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, u bë e ditur se kjo dyshe synon të arrijë suksese të reja. Ky zhvillim vjen pas një periudhe produktive nën menaxhimin e Faton Shoshit, bashkëpunimi nisur vitin e kaluar, që solli disa projekte muzikore të suksesshme. Fansat e kanë pritur me interes këtë ndryshim, duke e parë si një rikthim të fortë të artistes në krye të skenës muzikore. Mesazhi "Nga sot rikthehemi zyrtarisht me mbretëreshën" sugjeron se Gjensila është e përkushtuar në punën për prurje të reja në drejtimin e ekipit të ri. Kujtohet se Fatoni është gjithashtu menaxheri Ledrit, partnerit të saj. Ndryshimi i menaxhimit ka ngritur pikpyetje për marrëdhënien e saj me ish menaxherin, si dhe për raportin me Ledrin. Megjithatë, ajo që dihet është se mund të shihen më rrallë bashkë në koncerte për shkak të këtyre zhvillimeve. Ndërkohë, lajmi vjen pak pas raportimeve për një fest private të ditëlindjes së saj, ku thuhet se ishte i pranishëm edhe Ledri. Pamjet e fundit i tregojnë të dy bashkë në një klub në Paris, duke kërcyer dhe shkëmbyer puthje, duke forcuar zërat për një lidhje mes tyre. Prej kohësh flitet për një romancë, sidomos pas ndarjeve nga partnerët e mëparshëm. Ende mbetet e paqartë nëse ndryshimet profesionale do të ndikojnë në këtë marrëdhënie.